Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Selin femër dinake, Luizi kundra fitores së banores. Në festën e madhe të organizuar pas përfundimit të Bigut dhe shpalljes si fituese të Selim Bollatit, nuk kanë munguar intervistat dhe reagimet e personazheve më të njohur. Për mikrofonin e emisionit, një ndër çiftet më të dashura ishte Luiz Elli dhe Kiara Tito, të cilët u pyetën pikërisht nëse Selin e meritonte titullin e fitueses. Përgjigjet e çiftit ishin në pole të kundërta me njëra tjetrën, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave. Kiara Tito priti lajmin me shumë pozitivitet, ajo u shpreh se i bëhet vërtet qefi, theksoi se e pëlqen shumë Selinën si personazh dhe nuk nguroi t'i uronte suksese publikisht. Ndryshe nga bashkëshortja e tij, Luizi vendosi të mos jepte asnjë opinion për fituesen. Me stilin e tij shpërfillës dhe plot ironi, ai u mjaftua duke thënë se nuk e kishte parë fare finalen, pasi po flinte gjumë. Kjo deklaratë e këngëtarit shkodran nuk ka kaluar pa u vënë re nga komentuesit në rrjetet sociale. Shumë prej tyre e kanë interpretuar si një tregues të qartë të mungesës së interesit dhe mos pajtimit të tij të plot me faktin që Selin ngriti çekun e madh. Kujtojmë se mendimi i Luizit për fituesen është bërë i qartë edhe më herët. Gjatë qëndrimit të tij surprizë prej 48 orësh brenda shtëpisë, ai nuk i kurseu kritika duke e cilësuar Selinën hapur si një lojtare dinake. Duket se ky perceptim i tij nuk ka ndryshuar as pak, as tani që formati ka përfunduar.